E para unë mendoj është mungesa e informimit të publikut të gjerë. Shiko, se një publik nuk është thjesht që duhet interesohet vetë gjithmonë. Duhet të ekzistojë kjo çështja e kulturës, duhet të jepet. Këtu tek ne është ideja që taksa tatime duhet i di vetëm një që ka mbaruar ekonomikun ose që studion për ekonomi. Të tjerët pastaj hajde të marrim atë rrogën neto edhe kaq. Pastaj është çështja e informalitetit. Kjo as nuk diskutohet, por unë nuk shoh në një dritare, në një zgjidhje të afërt për këtë. Unë shoh një informalitet në rritje. Qeveria del dhe flet për shifra në rënje, ndoshta, unë e shpresoj, por sidomos për shembull në sektorin e punësimit, unë shoh që mund të ketë rritje madje të informalitetit me këtë çështjen e dy punësimit dhe tre punësimit. Sepse nëse deri vitin e kaluar ka qenë deri në 2 milion lekë, nëse ti